Mirë se u kthyet në shtëpinë tonë. Kemi ndonjë sheqerpare baklavana për gojë? Jo. Jo, mirë jemi. Mirë. Edhe ti dhe unë jemi mirë. Se tani nuk e rezistuam dot, me thënë të drejtën. Ishte shumë e mirë me thënë drejtën. Ama ne dim shumë mirë që sot është e premte, është data 5, nesër është data 6, fundjavë dhe shumica e njerëzve atyre të cilët nuk e kanë bërë akoma pemën e fund vitit, pra Krishtlindjeve, quajeni se të doni se ka emërtime të ndryshme sidomos në realitetin shqiptar, bëhet nesër zakonisht, me 6 nga stili italian. Vihet me 6 e hiqet me 6 janar para Befanës e tjerë. Dhe ne duke qenë pranë italisht goxha, përdorim shpesh, përdorim këtë. Tani, ne do diskutojmë në këtë pjesë të programit me 3 mikesha të cilat i kemi të ftuara për vendosjen e pemës, po për stilet, sepse ka stile të ndryshme. Arredimi ka futur shumë nuanca të tjera. E ka bërë moderne, tradicionale, mixte, minimaliste, vetëm me drita. Me drita, ka ca zonja të cilat e pëlqejnë shumë atë pemën e fund vitit që është pirgu i madh me rrobat palara dhe i vendosin një kështu sipër. Një yll, domethënë ka shumë mënyra të tjera. Por ama ka dhe nga ata të cilët e bëjnë më minimaliste, e bëjnë më herët, apo dhe nuk e bëjnë fare xhanëm. Për këtë pjesë do flasim në vim me të ftuarat tona. Anila Hetoja është e para, mirëmëngjes, mirë se. Mirë se ju gjeta, kënaqësi. Interior designer, artiste e vërtet, e cila sigurisht i njeh shumë mirë edhe trendet e fundit. Është dhe Rediola Liçaj, faleminderit që je me ne sot, piktore, artiste edhe ti. Edhe sigurisht dhe Enki Nako, artiste je edhe ti, mirëmëngjes. Në formën time. Në formën tënde. Enkin e kemi kështu edhe mama e re fare, dhe pemët e kishit bërë më herët. Dhe praktikisht, gjithë e keni bërë pemën? Se pyeta vetëm Enkin. E kemi bërë pemën, unë e kam vendosur, por këto aksesorët dekorative ja kam lënë gocave, vajzave. Sepse duan ta bëjnë vetë këtë vit. Okej, thash i dhash ato idet. Pra, i ke udhëzuar? Po i themi edhe këtu, po sigurisht që i kam udhëzuar, duke qenë se unë kam shumë objekte që të kam dizenjuar, e shumë vetë më marrin tani kush janë trendet, dhe duhet shkoj edhe unë që të shoh kush janë trendet dhe risitë e reja, sepse më duhet për informacion për punën. Dhe kush janë trendet? Dhe trendet që janë tani janë këto pemët që janë vetëm me drita, pemët në ngjyrë shampanjë, janë pemët që përdorin vetëm një nuancën e vishnjës, thjesht vetëm me vishnjë. Pema vishnje? Pema vetëm me aksesorë dekorative. Por ka edhe pemë. Ka pasqen Leila para 5 viteve diçka e tillë. Mbaj mend një doli e zeza, pema e zezë. Po, që ishte të merë në fakt, shumë e të mërshme. Kështu që duke qenë se bëjmë këtë studimin edhe searching se çfarë ka në Europë, edhe këto gjëra janë më trendi, më së shumti, pra një element përdorim. Por, pavarësisht elementeve që janë, si që thamë që është goldi, vetëm gold, shampanjë, ngjyra e bardhë, me aksesor dekorativ flas, pema gjithmonë tjetë është ajo jeshile, gjithmonë, tani më mirë nuk ka, nëse do ishte edhe naturale. Por, unë kam parë në treg që është një kosto relativisht e shtrenjtë, dhe duke qenë se është një sezonale, nuk është se ka shumë blerës, themi atë që është. Unë jam për atë, por jo, shumë persona e përdorin kur kanë këto bujtinat e mëdha, sepse duhet ajo aroma e pishës të ndjehet, e ka atë. Ose kur kanë fëmijë të vegjël, ju a këshilloj, më mirë shpenzoni pak, por që mos ketë alergji për sa i përket anës pemëve që janë artificiale, plastike. Pra duhet marret të dy anët e medaljet, le të themi. Një plastike e ke për shumë vite, sigurisht, por kjo pemë, pavarësisht që është sezonale, është e mirë edhe ekonomike, flasë sepse duke marrë parasysh dëmet. Më shumë mirë, domethënë është ekonomike se të bëhen zbleni laçe pastaj mbrapa. Flas për fëmijët që kanë probleme për sa i përket anës plastikës. Ndërsa për sa i përket dekorime sa më thjesht, minimaliste siç tha dhe Julka, jo shumë ngarkesë, dua të them edhe këtë që pavarësisht modës, trendit, këto anët dekorative, kuqja me të verdhën do qëndrojë, do jetë forever, për gjithmonë. Se sa po hyrja, Nina e pyeta, i thash, si e kemi pemën? Tha mrekulli, tha, gold e kuqe, tradicional. Sepse këto dizajn i qëndrojnë kohës të dizajnet klasik, por edhe neoklasik. Ndërsa tek moderne duhet kemi kujdes. Prandaj i ndajmë, i veçojmë. Kështu që, por e mira është që të bëjmë edhe seleksionimin, edhe recyclable, në sensin që të bëjmë edhe seleksionimin e çka kemi pas vjet dhe mos i vendosim këtë vit. Pra çdo vit blejmë këto aksesorë, për shembull, nëse kemi këto aksesorë gold, le ta bëjmë gold këtë vit me që është gold. Apo të kuqe, le të vendosim këtë të kuqen për sa i përket aksesorëve. Që të mos na vinë në majtë hundës. Që të mos na vinë në majtë hundës, sepse gjithsesi duam apo s'duam ne
marketing është, por që të mos bëhemi shumë të venitemi pse çdo vit e njëjta pemë, ja të bëjmë të ndryshime dhe pa shpenzuar shumë. Se kemi dhe një problem. Na ndani në gjitha foto njësoj, Ergi. Thjesht të shohësh pastaj në telefon, po ja ta them unë se kam pasur të njëjtën derisa e hodha 10. Dhe nuk kupton nëse është 2023, 2022 apo 2025. Është edhe kjo tjetra që, më fal, është edhe kjo tjetra, për shembull, zonja që ka fëmijë të vogël, edhe çdo muaj marrin këto fotot dhe i vendosin në këto topat zbukurues dhe krijojnë edhe këtë pemën që është më family edhe më e dashur. S'po flas shumë tash. Tani, jo, se do i përfshijmë edhe gocat e tjera. Me Henkin e dua pak ta nisim këtë pjesë, pastaj do kalojmë tek Rediola. Tani trendet e Instagramit i ndjekim më shumë apo ndjekim këto këshillat? Ti vetë, si e bëre pemën? Personalisht, pash në Pinterest, çfarë doja të bëj. E para një uzeta via fare pemën. Thash po, se rrëmuja bë kështu, pastaj thash. Po si herët ja ke nisur me këtë rrëmujën? Edhe pastaj thash, vitin tjetër ai kushti çfarë do të punoj pemës, po e vë këtë vit për qef, ta kemi kuptimin e gjitha këto. Sa as nuk ecën asnjë gjë, edhe vendosë, edhe unë jam frymzuar në Pinterest më tepër. Edhe unë isha më shumë te ky stili minimalist. Shtëpia ime është kryesisht bezh, kështu minimaliste, thash po marr këto topa shampanjë ose tek e bardha kishte ca modele interesante. Pastaj thashë diçka të keti çik ngjyrë, pse duhet të jetë kaq shezbet dhe i kam bërë të kuqe. Po ja. Ja, kemi edhe videon që ti e ke publikuar në rrjetet sociale. Na ka lodhur aq shumë ato drita, se për shkakun këtë vit ka dalë ky trendi i dritave që ti vendos në çdo deg, që ajo të shkëlqej sa më shumë. Ta bëj apo mos ta bëj? Mos e bëj. Okej. Jo, mos e bëj. Duket shumë në vit është bëj. Okej, ta shikojmë edhe ne, ja te kemi. Me videon ja tek është dhe videoja që po bëni pra praktikisht. Kështu që gold edhe red e ke, të kuqe e ke. Të kuqe, po e kam bërë të kuqe, kam bërë këtë stilin që i varë topat varg dhe të vi rreth pemës, sepse unë kam dhe një gjë, sikur më vrasin syrin, po nuk janë shumë bukur ato topat tek e tek, edhe thash nuk po lodhem shumë, po i bëj kështu si varg. Po, si varg është shumë interesante. Forma gjeometrike. Pas animuar dhe andit pak to. Po. Zi hapëm ato tegët, o zotim, sigurisht që u zumqin. Se ke hapër mi këto? Nuk ka vit që nuk zjesh, kur vëtë sidomos dritat. Ma afro, dritat i bra vetë, pasta e lash i bra vetë, 3 orë më kanë marrë. 3 orë. Po të shumë e bukur. Shumë bravo. Shumë e bukur. Pesha, sigurisht, do të dalim pak tek pesha e këtyre festave në mes traditës dhe modernës, që sigurisht ne po flasim për trendet, po flasim për gjithçka, por kam përshtypjen që pema e fund vitit do të ketë ca elemente të cilët janë tradicionale. Si e sheti? Shiko, të jem realiste, Krishtlindjet tradicionale japin një energji shumë të veçantë. Domethënë nuk ndjekin rregulla të caktuara, po japin një lirshmëri në krijimtari, duke filluar që nga dekorimet minimaliste, të pamjeve elegante, deri tek ato tendencat botërore. Me pak fjalë japin një atmosferë, një shije shumë të këndshme. Por unë jam tek Krishtlindjet tradicionale, te festat e dekoret tradicionale, sepse mendoj që aty është zemra. Ajo shtëpia e ngrohtë, duart e nënave, të mamave që gatuajnë ato shijet e ushqimeve. Do më thënë, për mua, ose ato tradita që kalon brez pas brezi, kur ulemi në tavolinë të gjithë së bashku, që kujtojmë edhe vitet e kaluara, i kemi festuar kështu, i kemi festuar ashtu, edhe pse nuk jemi aty ku kemi qenë, po për mua aty është magjia. Po pse pema ndikon në këtë gjëra, që ti mund ta kesh pemën shumë moderne, qoftë edhe një shirit në mur dhe vazhdon. Ja, unë jam me pikturat e sezonit të xhamave, siç e bëj çdo vit dhe e filloj diku në data 17 nëntor. Edhe pemën gjithmonë e nis në fillim të dhjetorit. Edhe i mbirë dhe më thotë, mami, e fillove sezonin ti? Edhe po gëzon, dhe dhe mami, po gëzon që s'do më kesh në shtëpi apo çfarë? Jo, më tha, do fillosh sezonin ti, filloj pema. Hajde dhe bëjmë pemën. Dhe na ka marrë shumë kohë në darkë, se kemi bërë shumë vonë, sepse doja ta plotësoja qefin, dëshirën, dhe më thotë që, mami më thotë mua, po këto topat sikur shumë janë vjetëruar, mami vjeti blem. Do më thënë, ju thoni sa të doni që i vendosni bëni si të doni ju, por në rastin tim, djali ka dashur ta bëj si donte. Dhe shkojmë në dyqan, dhe më thash si dëshiron që ta bëjmë, a shkojmë tha ti shoh në afër më mirë, se do t'jetë prezent.
edhe kishte një shumë lëshmëri në ngjyrash, se unë doja të ke kuqja dhe të goldi, si që keni ju pemën, normalisht kisha dëshirë, por prap jam edhe të ka ju rëmuja që dukesh dikur në pemë, që vetëm fut të ndjen kërnajsi, në çdo detaj që ti shikon. Edhe djali më shpenzoj ca lekë të mira, por mori të gjitha llojet e ngjyrave të topa. Pra e bëri shumë ngjyrëshe, Po, dhe nuk ka cep që nuk ka vendosur një gjë që para. Domethënë, ajo pema ime kur lëviz janë të gjithë kështu tremës, se mos bie sipër. Se ka kaq shumë gjëra. Por që të jep shumë atmosferë, se i ngjan atyre pemrave të vjetra që dikur ne vetëm i mbushnin. Tani edhe me që jemi te këto pemrat e vjetra që dikur vetëm i mbushnin. Mbani mend pemën e para, apo një pemë që ju ka ngelur në mendje. Edhe pse gjërat shumë vite më përpara kanë qenë standarde pak a shumë. Gjithsecila na e tregoni pak. Po. Në fillimet e mia, unë fakt kam qenë pak shumë e shkafët, edhe me shoqet aty në Shkodër, edhe me vllajin, motrën, mblidheshim me ku të gjejmë ndonjë pemë natyrale edhe që ta vendosim në shtëpi. Edhe unë gjithmonë kam qenë ajo piktoria e vogël edhe që do vendosja unë se çfarë duhet të bëni. Në anën tjetër i vëmëm që më thoshte do na shkruash se kështu themi në shkodranët baklavan. Pra që duhet ta piktoroja, dizenjoja. Do na shkruash baklavan. Po, do na shkruash, edhe kështu ishte e gjithë fillonte. I sajonin vetë këto, ato fletorën e pundorës, unë merresha gjithë kohën, nuk kishim as ngjitse vinovila, po përdornim mijë me pak sheqer. I skiconim, i matnim të gjitha. Unë që në atë kohë kam qenë tek Red Orange, e kuqe në portokalli, e doja shumë atë ngjyrë dhe vazhdoj ta dua, nuk e di pse. Është magjike. Dhe me atë edhe do t'i se sa herë që prisja atë, ajo e kuqja Red Orange më prishe gjithmonë se kisha me shumë kujdes. Edhe pambuk nuk gjenim, me zi gjenim në Mikesh që ishte në farmaci, që do na ndihmosh, ta marrim. Po, edhe me pambuk se aq kishim, edhe xhamat mbaj mend që duhet t'i dizenjonim dhe unë rria mbas orëve të mësimit, se kështu ishim ne artistët e vegjël, që duhet t'i punonim të gjithë klasës. E vërtet. Të gjithë ato dritare. Po kur e mendoj vallai pika mbie. Po, edhe zyshat na merrin me shumë sy të mirë, sepse ju jeni artistët e vegjël, okej, të këndi. Vetëm për atëherë na trajtonin mirë, se pastaj sa trajtonin hiç se tani nuk e di, po atëherë na kanë trajtuar jashtëzakonisht. Nuk bënim këto detyrat e kontrollit që ishin. Po çdo trajtim. Sepse merreshim vetëm me art. Pjesën domethënë 2 muajt e fundit ne ishim artistë e vegjël që vetëm shijonim. Kaq mbaj mendun, ka qenë vërtet shumë emocionuese, shumë e bukur si kohë. E di që lollesha sepse përpos kësaj të gjithë klasat do mbinin me fletore dhe vizatimi që duhet t'ja dizenjoja baba gjyshin, e njëri duhet t'ja bëja ndryshe që mos ta kuptonin zyshat. Edhe po se kush ka dorë për pikturë është kjo artiste e klasat, hajde. Kështu që një pas ke qenë si ato që bënin raportet. Piktorët zakonisht e kanë vajtur të dhe unë që në vogëli kur vinin festat ose konkurset të gjë mua, unë rria kështu më kapte një dhimbje koke se duhet t'ua bëja të gjitha. Pemën tënde tani të vjetën, atë që të pyeti edhe Julka. Nuk është se e mbaj mend të parën fare, po ndër të parat, unë mbaj mend që kemi pas blerë një pemë që nuk e di pse, kishte fatin e kishte të këputej pjesa poshtë. Bishti? Dhe pjesa e poshtme, po e bishtit. Dhe mbaj mend që mami, për të mos u mërzitur ne, ndoshta dhe në pamundësi për të blerë diçka tjetër nuk e di, ose ka dashur të rregulloj atë që morëm që mos t'i shkonte dëm. Riciklim. Edhe ka marrë një vazo lulesh, edhe e ka pikturuar, e ka bërë me bojë dhe aty ka çuar ato gurzat që të qëndronte stabël, edhe pastaj por më kujtohet sot tek kësaj dite ndërkohë si jemi ne, domethënë çfarë ndryshimi, diçka prishet e hedhim edhe shkojmë blem diçka tjetër. Kanë qenë mundësi. Hajnke. Unë ne me pemën fakt kemi patur si traditë në familje se vllai ime ka ditëlindjen 10 dhjetor dhe ne vinim gjithmonë për ditëlindjen e tij. Këtë mbaj mend. Dhe 2 gjëra, 2 detaje që më mirë që na prisheshin gjithmonë, ka qenë një dritat, se ne ngacmonim, ato futeshin. Edhe ajo dega sipër nga ylli, nga pesha e yllit me zi që ndronte. Dhe duhet ta sajonin gjatë gjithë kohës, domethënë si e si trinte gjatë gjithë kohës e ngacmonin, se ne të dy të vegjël dhe vetëm aty ngacmon normalisht. Ne s'kemi pa dritën atë kohë, nuk ka patur dritë. Ne kemi sajuar
djalim drita t'i vendos në çdo dhomë. Do më thënë, ne këtë vit e kemi vendosur, nuk ka dhomë, madje kishin 2 dhoma se kemi 2 kate, dhe të shkova përsëri marrë tek njëjti person drita. Më tha, fal, tha, keni hapur ndonjë biznes. Ka dhe më keq, ka dhe nga ata që porosisin 200 metra drita për një pemë, dhe pastaj duhet i kthesh, se normalisht e kupton që do bësh gjithë pallatin. Logaritje, matematike thjeshta ka bërë tani. Nuk kemi qenë të mirë fare në këtë pjesë. Është një element që e keni ruajtur fiks nga këto pemët e më përparshme që e sillni gjithmonë edhe në pemet e tani? Po, unë kam 2 topat vegjël që i vendos mu në fund të pemës dhe në mes, edhe ato kanë ndër vite, do më thënë mund të kenë 25 vite. Dhe ato janë si me robë sipër, si që kanë qënë dikur, edhe ato nuk janë prishur dhe i kemi ruajtur. Unë mbaj këpucët e gocave, pra 27 vjet i ruaj. Sa bukur! Dhe kam edhe një kapele artistike të mamas, e cila ne në gjuhën tonë e quajmë hiladek, që është kapele artistike e veshjeve tona tradicionale, dhe e ruaj, dhe kam edhe një palë çorape që mi ka bëri me mëm, të leshta, me motive, dhe unë aty e gjej një vend gjithmonë do ta vendos sepse më sjell familjen. Dha një dhe shumë të mirë për këpucët e cunit. Tani ti je në fillim. Po, unë jam familje re, nga familja ime, nga mami, babi nuk kemi, kështu se mami im nuk ruan asgjë, po u prishë një herë, se i zënë vëndër shpi. Por ama ti do ruash? Por unë do ruaj, po, më kanë sjellë këtë vit një ornament shumë të lezetshëm, që ishte në formë zemre anatomike, jo zemre kështu, dhe ka inicialet tona dhe emrin e amorit. Kështu që atë jam e sigurt që do ta ruaj ndër vite, por edhe këpucët, si ishte shumë e bukur. Dhe veshjet e para duhet të ruas edhe vendosen. Vendosja në pemë Po, për t'i vendosur në pemë, se unë normalisht e kam në shtëpi, po thjesht i vendos aty në pemë që të marrin kuptim. Sa bukur. Ka që edhe unë kam një gjë, se u kujtova tani, kam një top me foton e ti me bije kur ka qenë e vogël që e vendosur. Do ti që edhe unë jam si mami Engit. Pra mami Engit pas ka shoqen e këtë rast. Që i hedhë të Okej, do ta vazhdojmë bisedën, po të shkojmë pak në publicitet, edhe do rikthehemi, flasim për atmosferën e festave, për vendosjen e pemës, për trendet më të fundit. Tani kur të kthehemi do flasim një çik për këto pemë të çuditshme, për elementet që duhet të jenë fatjetër ose që janë të tepërta, kështu që do merrni informacione që do ju shërbejnë shumë të gjithë ju që nesër do vendosni pemën. Pas pak.